Përshëndetje, sot do të flas për Epstein, këtë fenomen I cili është bërë edhe është ndëruar në krye fjalë, krye titull edhe krye preokupimit gjitha medjave konvencionale, por dhe medjave sociale. Për mua është më rëndësi që jo të bëjnë ndonjë amnesti për shkak se ky njeri ka qenë bukur involvuar në tregjet financiare edhe në financën e lartë, por po dua ta jap një farloj peisazhi për ato unë që I di në lidhje me Epstein, për ato që unë I kam hulumtuar edhe për ato që unë mendoj që janë pjesë e rëndësishme për të thënë për publikun e gjerë, sidomos për publikun ton, për publikun shqiptar, që ta kuptojmë se ku është esenca e gjithë kësaj, pse kemi një fenomen I tillë I cili tashmë I ka preokupu të gjitha porët e jetës gjithandej. Përveç natyrisht nuk dua të flas në lidhje me biografinë e tij, me karakteristikat e tij, natyrisht nuk e njoh si person individualisht, por e kam dëgjuar shumë herët edhe kam pas, si themi, në profesionin tim, në analet të ndryshme që kam qenë I përfshirë, kam dëgjuar lloj thashë themësh, të thënash, të cilat më të vërtet kanë qenë shokuese për atë kohë. Unë po flas për kohën 2007, 2008, 2009, sidomos gjatë kohës krizë financiare globale ose kriza GFC, siç njihet, Great Financial Crisis, Credit Crisis, kriza kreditore. Kohë kur unë vetë kam qenë shumë afër sistemit bankar, sistemit financiar, të tregjeve financiare, dhe kam pasur se si bankat kolapsuan, se si gjithë sistemi ekonomik global, sidomos ai perëndimor, në fakt u shua se funksionuar. Edhe di shumë mirë se çka ka ndodhur. Edhe emri I tij është përdorur shpesh në kolokuare të ndryshme, në rrethet të ngushta të shoqërisë, në rrethet të ngushta të botës korporative, të biznesit etj. Por dua ta jap një pasqyrë për ndjekësit e mi, natyrisht, për të gjithë shqiptarët kudo që janë, që më ndjekin, edhe ata që duan të dinë më tepër në lidhje me këtë person, edhe se si ky person u bë ky fenomen që është, por ka aspekti financiar më shumë. Pra, si I bëri ai para, pse u bë I pasur, si është mundur që I bë pasur etj. Pra, Epstein ka lind në New York në vitin 1973. I shkolluar në New York, I shkolluar në Amerikë, një njeri që nuk nifej për daljet në udhëtime jashtë Amerikës etj. Një arsimtar I matematikës në shkollat amerikane, I cili në fakt u kap në bazë të lidhjeve, se mos harrojmë se lobi hebrej në Amerikë është lobi fuqishëm, edhe nuk dua të paragjykoj njerëzit të komunitetit hebrej ose njerëzit hebrej, njerëzit që merren me financë, njerëzit që janë të ndershëm, se natyrisht gjithku ka molla të kalbra në gjitha komunitetet, në gjitha kombet. Por lidhjet sikurse me mesin e neve shqiptarëve në diasporë, kur e shohim dikë që është në vështirësi ose shohim dikën që aspiron për të bërë më shumë në jetë, ai ose ajo ndihmohet. Si çdo komunitet tjetër, ndoshta për hebrejt është pak paragjykimi I tepër më I madh për shkak se suksesi është më I madh. Suksesi I depërtimit, të penetrimit të lobit hebrej, jo vetëm në Amerikë, historikisht edhe në Evropë gjithandej, është I njohur. Tashti na mund ndahemi në ide, në opinionin lidhje me këtë, por unë se si e kam coptoj, se si e kam parë si e kam dirë si dora parë. Domethënë në dorë të parë kam parë se këta njerëz punojnë me zell, punojnë me përkushtim, punojnë, janë individualistik, janë të prirur të kenë sukses më shumë për shkak se e menaxhojnë kohën e tyre ashtu siç I konvenon atyre, por edhe janë shumë komercial, në kuptimin që janë të zhdërvjellët për bamirësi edhe për ndërmarrësi. Domethënë janë veti të cilat edhe shumë nuk prapë kthehemi ndaj, nuk dua të paragjykoj. Natyrisht ka edhe kombe tjera, për shembull me indianët që kanë punuar shpesh me afrikano-jugorët, janë të prirë të kenë të njëjtat veti. Por me hebrejt në Amerikë ka qenë diçka tjetër për shkak se uniteti I veprimit, uniteti I ambicjeve dhe objektiveve, dhe natyrisht në një sistem, në një ekosistem të tregut të lirë
edhe kapitalizmit njerëzit begatojnë, njerëzit prosperojnë. Edhe për Epstein ka qenë e njëjtë, domethënë ka qenë një njerëz zhdërvjellët i cili ka gjetë momentit, pykat i ka gjetë ato farë lidhjet e domosdoshme për të prosperu, për të lëviz nga vendi. Domethënë prej një mësuesi arsimtar i matematikës të futet në financë. I inkuadruar në bamirësi, në projektet e Rockefeller Foundation në New York, domethënë në zen pikën edhe hapin gradualisht me kalimin e kohës, por në anën tjetër ka ditë mi bashku anë me bën. Nëse David Rockefeller ka pas nevojë për një çështje ose problematik logjistike, ka qenë Epstein si menaxhues i shumë bizneseve nën nivelin e David Rockefeller, por që ka qenë një njëri që kanë dëgjuar edhe njerëzit e llojit të Rockefeller, njerëz të cilët janë impresionuar nga aftësia e tij për të bashkuar njerëzit, por edhe për të ekzekutuar nevoja, ndihma edhe për të përçuar përpara interesat e një biznesi të caktuar. Aty ka gjetë veten duke marrë pjesë në evente të ndryshme, në cocktail party, po gjithçka ka qenë objektivi i tij, ka qenë arritja e takimeve me njerëzit që janë në majë të institucioneve dhe të entiteteve të ndryshme. Pasuria e tij e pa audituar bëhet fjalë për gati $400 milion, por nuk janë studiuar dhe nuk janë prek akoma, nuk janë holumtu këto guaskat ligjore, siç njihen, strukturat kapitalit edhe të investimeve që bëhen nga njerëzit e pasur, super të pasur, të cilët natyrisht alokojnë para në vende ndryshme për të kursy, për të investuar, për të arrit pasurinë e tyre. Domethënë, Bizhuteri ka vlerë gati që i kanë gjetë gati $10 milion. Vetura duke përfshirë avion privat vlera është e përgjithshme gati $23-4 milion. Ka një gur diamanti të rrallë i cili ka vlerën gati $5.5 milion. Cash i kanë gjetë gati $10 milion. Kredi që ky i ka pas borxh, domethënë entitetet ndryshme, janë gati $16 milion. Stocks, asetet investume në indicje të bursave amerikane, por jo vetëm, edhe në Evropë dhe në Azi janë gati 10 milion. Është marrë edhe ka një strukturë interesante të përbëm prej investimeve, alokimeve ndryshme që ka bërë nëpërmjet hedge fondeve ose fondacioneve të ndryshme të cilat ja kanë garantuar atij një kthim më të madh në investim, e që në mënyrë të zgjuar ka arrit me distribuu këtë farë kapitali nëpërmjet hedge fondeve të ndryshme në një vlerë për $100 milion, edhe njerëzit ja kishin pas borxh, ata kanë gjetë, domethënë hulumtuesit edhe hetuesit kanë gjetë që gati $16 milion, shumë njerëz eminent, shumë njerëz të botës së medias edhe politikës sidomos. Është shumë e rëndësishme politikës, ish politikan i kanë borxh atij, po natyrisht ai ka vdek tash me borxhi, duhet të likuidohet, por bëhet nëpërmjet të sistemit të administrimit të këtij borxhi, varësisht se ku i kalon testament, ka një fëmijë i cili po përflitet është i tij. Pra, janë shumë komponente të cilat e afrojnë pasurinë e tij deri në $400 milion. Tash çka ka ndodhur, nuk është çka ka bë Epstein, nuk është që ka qenë tregtar aktiv. Domethënë krejt ajo që ai prononcohet në atë farë intervistën e famshme me Steve Bannon, që e din ai alkeminë e financës ose të tregjeve financiare etj, nuk është e vërtetë. Nuk është, vetëm pse është matematikan, nuk do të thotë që është njëri i tregut ose i kupton tregjet, sepse tregjet janë krejt funksion tjetër prej matematikës edhe komponenteve dhe degëve tjera të shkencës, sepse është art në vete, është shkencë në vete, dhe duhet jemi kujdesshëm që mos themi që mos ta idolizojmë, themi që Epstein ka qenë gjeni ose si themi profet i sistemit financiar dhe historisë ekonomike financiare globale etj. Krejt është bullshit, me ju thënë të drejtën. Krejt që ka mundohet bëj ai në atë interviste me Steve Bannon është që ta justifikoj atë perversitetin e vetë. Ta justifikoj atë veten e tij si njeri që unë jam viktim këtu. Unë jam i shtyrë, sepse
ti bëj këtë gjë. Unë jam biologjikisht i prirë për këtë farloj perversiteti. Janë disa momente aty gjatë intervistës ku me të vërtet e sheh mundesh me dëpërtu nëpërmjet syve të tij dallosh e të kuptosh se ky njeri me të vërtet nuk ka qenë krejt në rregull me të, por në anën tjetër ka qenë edhe një njeri pervers edhe në aspektin financiar, për shkak se nëse sheh strukturën e mënyrës se si ka bërë alokimet financiare etj, me të vërtet ka pas mbështetje. Ka pas mbështetje për njerëzve të cilët e kuptojnë financën e thellë dhe financën e lartë. Nuk është që Epstein vet i ka marrë këto iniciativa dhe ka pas si temi atë farë kapacitetin për të bërë gjëra të tilla. Ai si duket ka pas me tepër kohë të merret me perversionet e tij, por i ka dedikuar, çka është shumë interesante, ka dedikuar një kohë shumë të rëndësishme të ndërtimit të rrjetit të tij. Ka ndërtuar një rrjet bukur të veçishëm. Unë them edhe besoj se do të dalin këto dëna dhe gjatë hetimeve që do bëhen nga Kongresi Amerikan dhe Departamenti i Drejtësisë, por jo vetëm në Amerikë edhe në Britani të Madhe, sepse Britania e Madhe është implikuar bukur thellë deri tek anëtarët e familjes mbretërore. Unë mendoj që ky ka qenë si një farloj domethënë njëri që është marrë me raketim në kuptimin e përdorimit të figurave të ndryshme, të rëndësishme, politike, shoqërore edhe të bankingut për të arritur objektivat e tij, duke përdor lobin hebrej, duke I përdor shërbimet natyrisht rrjetin e shërbimeve të inteligjencës, njerëz brenda vet shërbimit të inteligjencës. Mos harrojmë se Mossadi për shembull, shërbimi i inteligjencës izraelite nuk mohon ose pohon pjesëmarrjet e tilla. Të njëjtën instancë kanë edhe në lidhje me armë nukleare, thonë izraelitët që ne nuk kemi armë nukleare, nuk kemi armë nukleare, por nëse Irani ose ndonjë vend tjetër mundohet të na zhdukin nga faqja e dheut, atëherë na do t'i përdorim ato. Pra është një sistem edhe në aspektin e inteligjencës që nuk deklaron, nuk pohon këto gjëra. Natyrisht çdo shërbim sekret I shteteve të fuqishme ka të njëjtën filozofinë e të njëjtën vijë, pra nuk mund konkludojmë ose të themi që ka qenë ose s'ka qenë. Çka është më rëndësi të kuptojmë ne si njerëz, sepse duhet t'i largohemi aty në konspiracioneve që lidhen me Izraelin ose që lidhen me Amerikën, me CIA etj. Të gjitha shërbimet, duke përfshirë edhe shërbimet tona, janë pjesë bukur, janë entitete të komplikuara, edhe të koklavitura në mënyrën se si funksionojnë. Natyrisht ato janë të mbirregulluara, ndoshta edhe të rregulluara, të mbikëqyrura nga parlamentet tona, parlamentet vendet të fuqishme, por kanë gjithnjë hapësirë manovrimi të cilët ju mundsojnë atyre dalin jashtë vijave konvencionale të veprimit për të arritur një cak. Si duket për Epstein, ky ka shfrytzu këtë farë rrjetin që ka kriju me kalimin e kohës, jo vetëm me shërbimet sekrete, por edhe me shërbimet e inteligjencës ekonomike brenda bankave, sistemit bankar, sistemit të tregjeve etj. Në mënyrë që të krijoj një farë lloj vije solide të si themi raporteve njerëzore. Një ndër njerëzit e parë që ka taku ka qenë njerëzit që janë afër Donald Trumpit sot, për shembull, presidenti Trump. Atëherë ka ardhur deri kur ka ardhur te pika pasi presidenti Clinton ka përfunduar mandatin e tij në vitin 2001, u shoqërua me të, sepse deri në atë kohë ai bëri një sasi të madhe të parash, posedoi e bleu këtë farë ishullin e parajsit, siç njihet, Paradise Island. Po e gjitha është bërë nëpërmjet sistemit të raketimit, nëpërmjet sistemit të shantazhit, varësisht prej njeri që është marrë. Nëse ka qenë një ish-kryeministër I Izraelit që ka pas shumë shok, e ka shfrytzuar ato për qasin informacion. E shohim për shembull shablonin tashti që po den me Lordin Mandelson, një lord britanik, një ndër njerëzit më të fuqishëm të Partisë Socialiste ose Partisë Laboriste britanike, I cili ka qenë shumë afër dhe është afër së Tony Blairit, domethënë ish-kryeministit Tony Blair. E shihni se si e ka përdor Lord Mandelson, merrman pikën më të ngushtë kur Britania e Madhe, sistemi bankar britanisë në vitin 2008 është duke bankrotuar, duke falimentuar. I njëjti është edhe sistemi bankar I Amerikës, në fakt I gjithë sistemi financiar I botës është në prag të falimentimit.
Këta dy, Mandelson dhe Epstein, komunikojnë në BlackBerry, nëpërmjet emailit, duke ky Epstein duke I kërku më shumë informata çka është të ndodhur brenda qeverisë britanike, në mënyrë që Epstein ta mekanizojë atë informacion dhe të raportojë ose të rusët, ose të izraelitët, ose të amerikanët, ose deri diku dhe të francezët. Pra ka kry shërbime kontraktuese për entitetet ndryshme brenda shërbimeve të inteligjencës, por jo vetëm shërbimet të inteligjencës, edhe shërbimet të inteligjencës ekonomike, që janë bankat, hedge fondet e tjera. Se mos harrojmë, hedge fondet edhe bankat janë si entitete të shërbimeve inteligjente, operojnë brenda një sistemi ku informacioni shumë I dobishëm. Në fakt, informacioni është mbi paran kur vjen puna tek institucione financiare. Prandaj ka qenë rëndësishme për ka qenë një ndër të parët që fakt e ka abuzuar atë network, atë rrjet. Edhe ka arrit që nëpërmjet abuzimit t'i kushzoj njerëzit, sepse kur e kanë dëgjuar njerëzit, ish liderët e bankave ku unë kam punuar, kur kanë dëgjuar emrin e Epstein janë ndrill, për shkak se jo që ju kanë friksuar se diçka do ndodh, natyrisht disave ju kanë ndodhur edhe ka qenë pjesë e atyre transaksioneve, por më tepër ju kanë friksuar që mos ta hupin kontaktin. Sepse nëse ai shqetësohet, ai për shkak që është I lidhur shumë me ta zojmë Deutsche Bank me JP Morgan, kontekstin financiar për shembull. Ka qenë çaqi depërtueshëm në të dy rrjetet e arkitekturës bankare të këtyre dy bankave, saqë shefat ekzekutiv të dy bankave është dashur me qenë kujdesshëm se si komunikojnë, sepse ky nërmjet domethënë ka ndjekat politike në përqasë ndo. Në anën tjetër, I ka sjell për shembull JP Morgan klient të cilët JP Morgan ka ndru mi pas. Ka qenë I pari që është thellu në raport me Silicon Valley. Është njeriu I parë që ka identifiku luginën e silikonit duke si temi veçuar Peter Thiel edhe Mark Andreessen si të ardhshmit edhe Elon Musk si të ardhshmit, si liderët e ardhshëm që do ta mbretërojnë gjithë tek botën, po jo vetëm tek botën, edhe paran. Pra, në një moment, kjo shumë rëndësishme është çka dua të them. Në një moment ka ekzistuar një farë paniku, sikur që ekziston sot nëpërmjet kriptoaseteve dhe kriptobotës dhe bankingut. Se bankingu është duke humb, si themi, hisën në botën, në menaxhimin e paras globale nga kriptoasetet. Në atë kohë, po flas vitet 2000-ta, para ardhes së Bitcoin, para ardhes së kriptoaseteve, ka ekzistuar një mendësi në mesin e Wall Street që janë duke ndjerë humbjen e peshës. Mos harrojmë patëm luftrat e Afganistanit, Irakut, çmimi I naftës, shumë asete në kujtete u pozicionuan në komoditete, sikur sot që I kemi mallrat në metalet e çmuara, në ari, tash I kemi edhe kriptoasete në 2000-tat ka qenë I njëjti ekosistem. Pra, në atë moment kur sistemi financiar konvencional I përfaqësuar nga bankat dhe sistemi financiar hedge fondet e tjera ndjen të kërcënuar, ata duhet gjejnë çdo mënyrë për ta blerë të ardhmen tjetër. Pra, Epstein, në emër të disa bankave të super të fuqishme të New Yorkut edhe të Londrës, ka o mundu që ta blet ardhmen në faktikisht ka pas sukses, për shkak se e ka veçantu Peter Thiel, e ka veçantu Mark Andreessen, edhe Elon Musk, ata sot e dominojnë sistemin financiar, ose ta dominojnë ty çmimorën. Vjen keq për shkak se me të vërtetë është pakës e koklavitne që të shpjegohet me terma pakës më drejt për drejt, po mundona me shumë shpirt. Për Epstein, çka ka qenë e rëndësishme, nuk ka qenë vetëm bërja pares, ka qenë bërja e rrjetit. Krijimi, shndërrimi I këtij rrjeti në një dozë të fuqishme të shantazhit edhe reketimit që gjithë njerëzit mos harrojnë, liderët në majën e këtyre institucioneve dhe entiteteve super të fuqishme të botës, sidomos në financë, kanë veti të dobësisë në karakterin e tyre. Për shkak se është presioni I tepër I madh, është skrutinimi I tepër I madh, është domethënë truri nuk e ka kapacitetin ta absorbojë atë masë të madhe të presionit dhe të vëmendjes. Edhe këta njerëz marrin vendime që nganjëherë shkojnë edhe gabim.
shkojmë bëhen vendime, merren vendime të cilat me të vërtetë edhe ju kushtojnë atyre me karrierë, por ju kushtojnë edhe entiteteve ndryshme. Pse kemi sot unë që quhet technological dislocation, dislokimi teknologjik. Për shkak se këta lider po duan që ta thjeshtsojnë punën e tyre, që të kenë hapësinë dhe kapacitet të orientohen, të fokusohen në përditshmërinë operacionale, por pa ja cënuar aftësinë për të gjykuar korrekt. Nuk e di sa po kuptojmë, pra nëse je lider një banke, e kini rrjet që duhesh më u përgjigj. Ti duhesh më u përgjigj, duhesh më shku në darka, duhesh më njeh stakeholders, duhet më njeh shareholders, duhesh më njeh njerëzit të cilët kanë interesa në institucionin tonë, ose që janë si themi janë aksionar aktiv ose edhe pasiv të institucionit tonë. Ti duhesh më marrë ata ngrohtë. Kjo kërkon kapacitet të madh emocional, kohës, edhe gjykimit, edhe natyrisht janë ato veti tjera që dehesh, pihesh, pin. Domethënë, kontakti krijohet në atë mënyrë, rrjeti çaq të bjen në atë pozitë sa që ti domethënë futesh në një pozicion, bjen në një pozicion të faktit të kryer. Edhe jo që ta ka qenë dikush tytën e pushkës në kry, edhe je friksuar se diçka, por ke bo me vetë dëshirë për shkak se ti si lider institucionit duhesh me marrë rrjetin, me majt ngrohtë rrjetin, me majt fokusin të këta njerëz të cilët e përbëjnë rrjetin. Këta njerëz që e përbëjnë rrjetin natyrisht kanë qenë shok, miq e mikesha të Epstein. Epstein e ka shfrytzuar këtë dobësi, e ka shfrytzuar këtë zbrasti të liderëve. Pse çuçi thon, pse nga vjen kjo, nuk e krijoj për imagjinatës, e kam për eksperiencë sepse kam punuar me CEO të bankave. Shumë afër, e di jetën e tyre, e di se si funksionojnë, e di se si mendojnë, e di se ku shkon koha e tyre. Për këtë arsye edhe e them se themi e shpreh me plot konfidencë dhe vetbesim që pikrisht kjo zbrastin, këto levat cilat ata liderët nuk i kanë pa, Epstein i ka shfrytzu. I ka shfrytzu për shkak se ka qenë edhe street smart, në kuptimin që domethënë e ka kuptuar gjuhën e rrugës, sjelljen e rrugës, e ka shfrytzu, ka depërtuar në atë moment ku e ka ushqy perversitetin e tij nëpërmjet forcimit të rrjetit që ka pasaj. Janë shumë elemente që kisha pas qef me fol, po nuk po du me te zgjat videon në mënyrë sepse nuk du më mërzit. Për shkak se kemi edhe shumë informacione sa që janë duke plasu gjithandej. Vlen theksohet po ashtu që origjina e pasurisë, te 400 milionë që unë besoj është shumë më e madhe se sa 400 milionë, sepse këto guaskat ligjore që i ka shfrytzu Epstein janë të shpërndarë në gjithandej, domethënë në kompani, komponente ndryshme. Domethënë nëse vetëm ka marrë pjesë ky me 0.01% blerje të aksioneve të Apple ose Amazonit ose ndonjë prej kompanive të fuqishme, do të tregohet, do të dali në informacion. Por me qëllimun nuk deshta me fol për aspektin okultist ose për aspektin sepse në atë botë është një, si themi, është një sfond këtë tjetër. Është një sfond që për shumë njerëz është tabu, për shumë njerëz nuk është e besueshme, ose shumë njerëz mundohen edhe me gjykues para gjykues, çka është të fol ky, pse po fol ky me kompetencë, çysh është e mundur. Pra, po e lëm këtë për herë tjetër, por natyrisht ka plot të drejta edhe të sakta edhe në atë botë. Nuk dua, thash më herë, nuk dua të jem si themi gjykues i karakterit, personalitetit të tij, po vetëm ta jap një farë peizazh, një farë sfondit të narrativës Epstein ose Epstein, sido që ta ashtu e dini për kë e kam fjalën. Kuptohet që domethënë sidomos të rinjt, për mua preokupim është që të rinjt të mos e marrin këta si rol model. Kjo është hire eme, nuk duhet merret si rol model. Natyrisht nuk është vendi im për me këshillu me dhon mendime të tilla, po është më rëndësi që them këtë, për shkak se nuk është rol model i mirë. Sepse për ju gjithandej të ri që jeni edhe, jo vetëm të ri, ndjekës që jeni edhe që më njihni për një kohë,
dua të çoj një mesazh që nuk është edhe ashtu siç portretizohen gjërat në sfondin e mediave sociale. Për shembull, disa gazeta kanë thujë Gjeneu i Wall Street ose Orakli i financës e tjerë. Nuk janë të vërteta këto, janë bies, absolut bies. Unë dua ta zhveshi personin nga aspekti i aftësisë së tij financiare për të menaxhu asete multimilionshme, multimiliardshme. Është totalisht e pavërtetë. Ai çka ka menaxhu rjeti ja ka ndërtu atij pasurinë dhe strukturën e tij të pasurisë, përderisa perversitetin e ka pas si themi punë të përditshme. Ky është ai Epstein. Tashti unë nuk jam ai predikuesi ose parashikuesi që do ju them kjo ka ndodhur, kjo ka ndodhur. Po me të vërtetë kjo është më shumë se kuti e Pandorës, sepse shumë elemente tashmë është domethënë ka marrë se ajo topi i borës, ka morrit, ka me pas efekte ndryshme. Shumë politikan, shumë njerëz të qeverive dhe disa njerëz janë fut, si themi në raport me to, për shkaqe komerciale, jo për shkaqe të perversitetit. Shumë nga ta janë fut për shkak të perversitetit, kanë pas atë farë ndjeshmërinë e tyre, jo konfidencën e tyre seksuale ose ëndrat e tyre seksuale, perversionin në maksimum, gati në nivele të pak imagjinueshme, njerëzore, por ka prej atyre që janë fut për shkak të ambicisë dhe objektivit komercial, për të përfituar diçka nga rrjeti që ai prodhonte, nga rrjeti që ai organizonte, nga njerëzit që ai njihte, edhe nga mënyra se si manovronte ai, ose si që themi ne entertain the guests, si ka majt mysafir të lumtur, të kënaqur, edhe të përmbushur. Aty kur I ka gjetë pikat e dobta të lider me karakter dobët, ju ka ofru vajzat reja, ju ka ofru fëmijë, ju ka ofru lloj sjelljesh të cilat me të vërtetë janë jashtë çdo norme njerëzore, por që këta I kanë përbirë ato. Edhe sot e a ditë jemi ku jemi, tashme do të dalin dhe ma tepër materiale që do të evidentohen këto, por mos harrojmë se rrjeti është I diversifikuar. Nuk është Epstein ka qenë objektivi, Epstein ka qenë një ndër krye organizatorët, por rrjeti është tepër më I them, nuk është konspiracion, por është si themi një farloj diskursi që është kriju në këto njerëzit thonë pas 1945, jo. Diskursi ka fillon prej dinastisë së Qingut në Kinë, diskursi I shoqërive sekrete. Ne I njohim si shoqëritë me sekrete, jo shoqëritë sekrete. Domethënë është dallim I madh. Shoqëritë me sekrete është dallim, është diskurs krejt tjetër prej shoqërive sekrete. Shoqëritë sekrete e kanë një farloj trajektore krejt tjetër të veprimit. Janë entitete tjera. Shoqëritë me sekrete janë komponent tjetër edhe rëndësishme e shoqërisë për shkak se jo gjithçka që përpunohet. Është një thani këtu në Angli përdorim, then do never ask how a sausage is made. Kur mos I bë pyetje dikujt mi vet çush I ki bë së gjukun. Për shkak se së gjuku ose sausage, siç e njohim ne në Angli, është me të vërtetë është bukur një proces jo dhe shumë I kujtshëm kështu. Kështu që edhe shoqëritë me sekrete I kanë ato farë momentet ku duhet më marrë vendimet cilat janë të rëndësishme për njerëzimin në favor të njerëzimit, por që publikimi I tyre mund të ketë implikime negative dhe jo të mira për shoqërinë përgjithësi. Përderisa shoqëritë sekrete janë ato që kryejnë operacione në emër të entitete ndryshme në bazë agjendave të caktuara për qëllime e objektiva komerciale, politike, geopolitike ose diplomatike. Pra duhet të jemi. Ky Epstein ka qenë pjesë e rrjetit jo dhe sekret, sepse nuk ka qenë edhe sekret, ka qenë më të vërtet fascinuese se si shumë njerëz e kanë njoftë, kanë ditë, kanë dëgjuar, kanë kuptuar dhe kanë mujt me konceptuar se do gjana që janë të shkuar në atë botë nuk janë rregull, po e kanë vendosur me injoru, për shkak se ka qenë njeri shumë I rëndësishëm që nuk I guxu me shqetësu shumë.
për shkak se të ka kushtuar në rrjet. Rrjeti është informacion, informacioni është para. Kështu që kaq për sot. Faleminderit për vëmendjen tuaj, më shkruani në Messenger, lutem, ju lus, jo për ide për investime ose diçka tjetër, për shkak se nuk është ide e mirë, nuk është në pozicionin ku jam unë natyrisht nuk flas në emën e trusit, po jam zyrtar publik, nuk mund ndajë në ide për investime. Unë çka muj me bë është me dhënë me interpretu tregjet ose për ato gjëra që flasin me anë të Reelsit, me anë të YouTube-it e tjerë, jam I lirë, diskutoj me ju, ju shkruaj, ju përgjigjem pa kurrfarë problemi. Por për më shumë më vjen keq, duhet mirë kuptoni, pra nuk është pse nuk kam zemrën e madhe, nuk du me ju ndihmu, absolut jo, por nuk jam I predispozuar për atë rol tash për tash, në të ardhmen ta shohim, por shpresoj që kjo video t'ju pëlqej edhe mundi mu subscribe, mos e lëni pas subscribe, sepse sa janë ndjekës gati 270, shumë pak, duhet pakës me shty këtë numër në mënyrë që ta krijojmë një rrjet edhe na, jo një rrjetin e atij natyrisht Epsteinit, por ta krijojmë rrjetin e vetëdijsimit. Për shkak se shumë larme, shumë informacione, shumë produkte mediale janë duke kanë që kanë me na konfuzu në rrugën ka jemi të shku. Duhet me qenë qartë, duhet me qenë thjesht, po dhe duhet me qenë me mendje të hapun, po me pas informacion se ku po shkel, mes me shkel në drast kalb. Për këtë arsye, bëni subscribe, ndjekeni, share, shkruani, komentoni, por krejt, si që thashtë edhe javën e kalume, jo ofendime, jo ide ose propozime negative, ose paragjykime, ose ide konspirative, ose antisemitizëm, ose islamofobi, ose diçka tjetër. Ato nuk I pranojnë. Jo vetëm YouTube, gjitha faqet kudo ku unë jam prezent edhe e krijoj një produkt ose bëj një reels ose një filmim, por dua diçka pozitive, dua diçka të mirë, dua diçka nëse jeni kurioz, bëni pyetje, mos ju vjen keq, mos ju vjen marrë, shkrumni. Kaq për sot. Ditë mbar e mirëpafshim.